Një aksident tragjik i 2 trenave të shpejt ka tronditur Spanjën duke shkaktuar vdekjen e 40 personave dhe plagosjen e mbi 120 të tjerëve. Ngjarja ndodhi të dielën në mbrëmje në Adamuz, rajoni jugor i Andaluzisë, ku treni që po udhton nga Malaga drejt Madridit doli nga shina dhe përplasi trenin tjetër që po vinte nga drejtimi i kundërt. Ky është aksidenti më i rënd i trenave në vend që nga viti 2013, ku 80 persona vdiqën në Santiago de Compostela. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez vizitoi ngjarjen dhe shpalli treditësie kombëtare. Kjo është një shenjë dhimbje për të gjithë Spanjën, për të gjithë kombin, dhe ai gjithashtu premtoi një hetim të plot për transparencë absolute në zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Autoritetet rajonale në Andaluzinë, me kryetarin Juan Manuel Moreno, konfirmoi se 40 persona kanë humbur jetën, ndërsa shifra paraprake është 39. Moreno theksoi se për të përcaktuar saktësisht numrin e viktimave do të nevojitej 24 deri 48 orë të tjera. Makineri të rënda u përdorën të hënë për të larguar vagonet e dëmtuar dhe për të lehtësuar punën e ekipeve të shpëtimit. Më shumë se 41 të plagosur vazhdojnë të trajtohen në spitalet e qytetit të Cordobas, ndërsa autoritetet mbajnë në mbikëqyrje të gjithë të plagosurit. Hetuesit po shqyrtojnë të dhënat e sinjalizimit të shpejtësisë së trenave dhe gjendjen teknike të shtratit hekurudhor për të përcaktuar shkakun e përplasjes së tmerrshme, ndërsa vendi i tërhequr nga ky aksident është duke u përballur me një krizë të thellë kombëtare dhe emocionale.